Në rastin e 23 prillit, ditës botërore të librit, Biblioteka e qytetit të Lushnjës hapi dyert për lexues, shkrimtar, poet dhe nxënës të shkollave për të përkujtuar rëndësinë e librit dhe leximit në jetën tonë kulturore dhe shpirtërore. Ideja për këtë ditë ka lindur në Katalonjën e Spanjës, ku blerësit e librave shpërbleheshin me një trëndafil. Kjo traditë e veçantë u kthye në një festë ndërkombëtare më 15 nëntor të vitit 1995, kur UNESCO e shpalli 23 prillin si ditën botërore të librit dhe të drejtës së autorit. Në këtë datë të veçantë, Biblioteka e Lushnjës u mbush me vizitorë që ndanë mendime, ndërshkrime dhe reflektime mbi dashurinë për librin. Statistikat flasin për një rritje të ndjeshme të interesit për leximin. Gjatë 4 muajve të parë të vitit 2025, Biblioteka numëron 205 lexues aktiv, ndërsa veçanërisht frymëzuese është pjesëmarrja e të vegjëlve. 84 fëmijë janë bërë pjesë e përditshme e botës së librave përmes tregimeve, poezive dhe veprave nga autorë shqiptar dhe të huaj. Në fokus të kësaj dite ishte edhe krimtaria për fëmijë, ku vepra dhe mesazhet e poetit dhe shkrimtarit Elmas Qerreti u veçuan për mënyrën se si ndërthurnin ëndrat e fëmijërisë me realitetin modern, duke frymëzuar gjeneratat e reja. Kjo ditë është simbolike edhe për letërsinë botërore, pasi më 23 prill 1616 u ndan nga jeta 3 gigantë të letrave, Miguel de Cervantes, William Shakespeare dhe Nica Garcilaso de la Vega. Po ashtu, kjo datë përkon me lindjen apo vdekjen e autorëve të tjerë të njohur, si Mauricio Druon, Vladimir Nabokov dhe Josep Pla. Përmes kësaj feste u dha edhe një herë mesazhi se libri mbetet mjeti më i fuqishëm i shpërndarjes së njohurive, një urë që lidh brezat, kultura dhe identitetin tonë të përbashkët njerëzor.